Pjesë e ekipit të veteranëve të handbollit Vllaznia në takimin e sotëm prokurimor në nderim të Nigulin Karroçës, i cili nga nga jeta për vite më herët ishte edhe Arben Rjolli, një emër shumë i njohur i handbollit shkodran, i cili edhe pse jeton prej vitesh në Itali, në çdo aktivitet është pjesë e grupit të Vllaznisë. Edhe sot ishte e veçantë pjesëmarrja juaj Beni. Faleminderit Gasmarku, si gjithmonë edhe tim mas nesh, edhe ne me përvjetorin e 4 që ka përvjetori 4 për kujtimin e shokut ton, mikut ton, Nigulin Karroça. Ishte një kënaqësi me ftesën e familjes për me marrë pjesë në këtë aktivitet. Ndërmjet e tilla i shërbejnë jo vetëm afrimitetit, bashkëpunimit në mes. Sidomos për ne që jemi shkurt prej viteve si veteran, për ne është një kënaqësi shumë mu taku me shok, mu taku me miqtë tonë. Kënaqësi do të ishte akoma më shumë sikur të kishim edhe miq tjerë që s'mundën marrë veteranë tjerë, por gjithsesi e tash jemi edhe shpërndarë të gjithë jashtë Shqipërisë, por një kënaqësi e jashtëzakonshme për këtë përvjetor për mikun ton Nigulin Karroça, që do të jetë i parë për ne. Keni pasur rastin të luani? Me Nigul kam pasur shumë raste, kam pasur raste në Vllaznisë, kam pasur raste që kemi luajtur me kombëtarën bashkë, kemi gëmulluar bashkë me kombëtar. Në Itali kemi pas lidhje bashkë, edhe kur fillon Qinika ishte president, kemi pas bashkëpunim vazhdueshëm me të, edhe me veteranët në atë periudhë. Prandaj kam pas një raport shumë të afërt me Nikun. Prandaj për mua është pjesëmarrja në këto përkujtimore për Nikun është një kënaqësi shumë e veçantë. Beni për të mbyllur, diçka për fushën e lojës, ju bëri përshtypje edhe shumë pjesëmarrëse në shkallët e Pallatit Forte Çaçi Dervishi, loja juaj shumë teknike, por edhe golet u shënuar. Është kënaqësi Gasmarku kur zbret në kamp, të thënë të drejtën, ka herë nuk ka rëndësi mosha, sepse fusha dhe topit bën për vete, harron çdo gjë dhe hinë në brendësitë të neshjes. Kuptohet reflekset e viteve të mos shupin. Por ishte një kënaqësi dhe unë ndjeva shumë mirë në këtë aktivitet. Shpresojmë në aktivitetet e ardhshme të jemi përsëri prezent. Shumë faleminderit për ju. Arben Rjolli, faleminderit. Faleminderit shumë për ju Gasmarku, si gjithmonë pranë nesh. Faleminderit. Kemi edhe herë të tjera. Faleminderit. Mirë pak.